Kush e provon këtë mjalt nuk ndahet më prej sej. Kjo e dallon se mas pari ushqyrjen se ka me sheqer. Kjo veç ka merr prej lules, duhet më konë. Dohen shumë të kënaqur me këtë mjalt. Sa të bëjnë të lumtur pastaj këto mesazhet kur i ndëgjon? E më bojnë të lumtur se e di si të paktën mundi jam, është ka vlerësohet. E kjo është një kënaqësi e madhe. Kjo është mjalta e certifikume, është e lula tegra të bjeshkës së Deçanit. Sadet e Gecaj Gjikokaj, jemi bletar. Unë me bashkëshortin punojmë ma shumë se 14 vite që merrem me bletari. Qështë ka lind ajo dashuria për me u merr me bletarin? Me bletarinën si fillim kur jo martu, kom gjetë blet të burri. Edhe ko pas kohë të jarë të një mu burrit, të e vizitu, po është një kënaqësi e madhe me punu me blet. Sa është e vështirë ndoshta për një grup për me u merr me bletari, duke e ditë që ju jeni gruaja e vetme që jeni certifikuar nga Zvicra për mjaltën organike? Është pak e vështirë, me të drejten, se jo me vetmja femen e certifikume. Fatkeqësisht se s'kisha pas qef me kone vetmja, kurse bletare ka shumë të mira, jo veç Deçani, po në krejt Kosovë. Vështërsi ka se çdo produkt që hen mrena në koshere, prej të janis prej ngjyrës, duhet më konë certifikuar organik. Po duhet më konë në kontakt me trupat certifikuese, edhe çka shtim, edhe si është organik, duhet me komuniku me ta, sa na lejohet. Çka e dallon mjaltin e juaj prej mjaltave tjera që nuk janë organike? Kjo e dallon se mas pari ushqyrjen se ka me sheqer. Do me thonë vitin e parë, kur të dojsh mu certifiku, vitin e parë zgudzon me marrë në to kur gjo. Do të me konë mjalta krejt në to. Vitin e dytë do të me ndru gjithë ramat, me qitë organik, për fat keq dylli organik nuk është në Kosovë. Veç në Austri e bujnë porosi. Kështu si me dej baskijat inoksit, dej teli inox duhet më konë në koshere këto, mrena. Kjo veç ka merë prej lules, duhet më konë mjalta. Këto dhe ushqyrja demërore duhet me pasë rezervat e veta mjalt. S'gudzon më ushqy. Edhe pse është i qeri organik, na se kemi drejt me ushqy këtë bletë. Cilat janë sezonat më të vështira për bletët, që e kanë ndoshta edhe pak më vështirë për me mbjetu? E kanë gjatë dimrit, po edhe në pranverë kanë. Është sezona më e vështirë? Është më e vështirë, se mos me jep natyra edhe pranverës muhet me pas humbje shumë. Kështu se po fillojmë pi hapim një bletë. Kjo veç është për katin e dytë. Gati. Në cilat raste janë kur bohen bletat ashtu ma të rrezikshme që mujnë edhe me na picku? Ajo është koha qëtë kohë si jemi. është pak ma e rrezikshme se është në natyrë, bleta është në kolos. A të ka ndodhë ty ndonjëherë me të picku? Po, pickojnë, po e kanë pickimin e mirë. Okej. Të në qështë edhe që të ndimon edhe për rëum, pickimi i bletas? Kjo është me sa ka nisë nektari. Sa e shet 1 kilogram të mjaltës? Kjo ka koston ma të shtrejtë se mjalta konvencionale, po mirë po del në treg, nuk po është. A hezitojnë njerëzit për mi ble, a kanë dëshirë, mas është edhe organike? Jo, me të drejten, kemi nisë mu vedisu pak, jënë të interesum për këtë mjalt. Kjo të ashtet këto ka vezë, larva. Kjo është veç për katin e dytë, uja të. So koshere i ki momentalisht?
që tash janë 51. Prej sove ja keni fillu me bashkëshortin, kur je martu në fillim, so i ka pas? Prej 12 koshereve. Okej, keni rritë në 50 jo. E so i keni të ardhurat mujore ose brenda vitit? Po e më varet qësh shesim, qësh ka punë, qësh... Adi se kemi asë një vit, apo asë një muj nuk është i njejti. A merë një subvencione prej shtetit? Po, marim. Dhe me thonë këtë vit nësi kemi marrë hala për bletari organike, për bletë konvencionale janë marrë subvencionet vitin si o shku. Gjatë fillime, kërë a ke fillu, a ke pos para gjykime për me thonë po ti e gru ose komente tilla? Me të drejten, si o marrë ma ato komente heq, se kur e dojsh një punë nuk t'interesojnë komentet. Dhe me thonë kjo është me pjellë. Okej. Komplet. Kjo është kosherja e lyme, duhet tjetë ngjyra certifikume. Na për fat keq në Kosovë se kemi gjetë. Ja shtetit e kemi marrë. Duhet me kone certifikume, po duhet me jauqu trupa certifikuse me aprovu. A mundem me lyme këtë ngjyra po jo. Edhe çka punohet këto, duhet mu konsultu me trupat certifikuse. E kanë si kriter ata. Kjo është mjalta e certifikume. Kjo është 400 gram, është e lula tegra bjeshkës së deçanit. Dera ushqyse shumë e mirë. Kush e provon nuk ndahet prej sej. Dhe me thonë, gjithçka shka bot të kjo mjaltë është veç që e merë bleta natyrë. E qësh mujna për shembull me dallu një mjaltë që është origjinale prej asoj false? Ato mune mas mirë ti e kallëzon veç laboratori. Me metoda tradicionale nuk mujna me dallu, apo? Këto për mendim të emin veç laboratori i tregon, me analiza. Se na këto teorit tona, jo që të noje, jo mëse që të jo ato, se di sa janë dobishme për popull, po unë e mendoj se veç laboratori tregon saktat. Ka ma shumë për 400 gram, po ka kërkesa edhe për kilogram. Kur është sezona, muna me thonë se shiten dhe 10 kila, 15 kila, kam klientë që i marin me ka 15 kila, 20 kila. Kush e provon këtë mjaltë nuk ndahet mo prej sej. Çfarë mesazhe ti japen? Shumë mjalta e mirë, pa që edhe shumë punë, edhe këto komente e shumë të mira, do me thonë mos të ndalë puna kurrë, do në shumë të knaqën me këtë mjaltë. Sa të bojnë të lumtur pastaj këto mesazhet kur i ndëgjon? E më bojnë të lumtur se e di si të pakten mund me jam, është ka vlerësohet. E kjo është një kënaqësi e madhe. Falë Gizit Gjerman, jemi përfitus në projektit, ku kemi apliku për linjen e dyllit, po mendojmë më certifiku edhe për dyll organik. Përfitimet e dyllit si mundem na me siguru dyllin, se në Kosovë për fat keq s'ka dyll organik, si kur e ceka ma heret, e mundem na me siguru dyllin, e bojmë prodhus dyllit organik vetë. Kjo është bleta 2 kat. Veç ja ka nis nektarje, dhe që tash o kon dëbt, që tash ku po shijet. Nëse e krahasoj me vitin e kaluar, a është më i suksesshëm ky vet apo i kaluari? Vallai që është po shihet, i kaluari është kon më i sukses. Se si vjet shumë pak o ka shihet. Kjo është mjalta, që ka shihet kështu. Sa lloje të mjalta i bëne? Kjo është veç një lloj si. Veç një lloj. Do me thonë kjo veç një vjelje ka. Se çka të mbledh tash i 2 milion për rezervat dimrore. Për cilat smundje mas shumë ti e rekomandoni mjaltën ose që njerëzit ja u kërkojnë? Sa i përket smundje, na nuk e shesim për smundje. Nuk e shet ne? Jo, se na nuk mundem i ditë sa dëm bon kush e ka një smundje, shembull si kanceri e këtu, se kjo ka vlera ushqyse shumë, si mjaltë. Edhe na nuk muj e shesim, po ta shesim se ta shëron këtë smundje. Nuk e bojmë ato.
është pa përgjësie jana në qoftë si e bojnë. Kjo ka vlera ushqyse të mjaftueshme e ka, po për shërim, unë s'munda mi thonë merë dikuj se të shëron këtë smundje. E kur i shihni për shembull se na shpesh hasëm edhe në rrjetet sociale që reklamojnë mjolta të ndryshme, që thujnë mjoll për dopse, ose mjoll për kall. Nuk e di sa ato janë përgjësit atyne, unë e foli për që të mjallë temen. Unë s'moj bona e pa përgjithshme para popullit. Kjo veç pas ka fillu me nektar, që sa ka. Që mbretresha këto? Cila është mbretresha? Këto blete kanë kohën e vetë, sa jetojnë. Bleta kur është në kohë, nuk ka jetë gjatësi shumë, kur është në kohën verore. Dimnit jeton ma gjatë. Edhe kjo kur i qelë dy mbretresha, njona mbretresh del. Edhe jalen njonës venin këto. Bletar të ri, çfarë mesazhe kishte dhënë ose për zonjat që veç mendojnë me ja fillu? Për bletar të ri, edhe kusht ja fillon për bletari, let punon, mos ndalet se pa blet s'kem jetë. Ja kemi pa hajrin, po kjo është me sezon. Në qoftë që jep natyra, marim mjalt. Nuk jep natyra, s'kemi mjalt.